Rakia është një nga traditat më të hershme të vendit tonë, e cila ruhet me fanatizëm nga banorët në shumë zona të Shqipërisë. Nxjerrja e saj nuk është vetëm një proces i zakonshëm, por një pjesë e identitetit dhe kulturës popullore. Në fshatin Okov, banorët po ndjekin këtë proces të bukur të sezonit. Për ta, ky është një moment i veçantë ku puna, kujdesi dhe tradita bashkohen, duke dhënë një produkt që ka vlera si për përdorim familjar, ashtu edhe për mikpritjen shqiptare. Një prej banorëve që e trashëgon këtë traditë është Pano Kapurani. Ai tregon se ka nisur të mësoj procesin e nxjerrjes së rakisë që në fëmijëri, duke ndjekur hap pas hapi çdo detaj nga familjarët e tij. Tradit po që ka pasur në kohë, po kjo tradit e rakisë është kudo në vendin tonë. Po se cili ka pasur ato punime, nxjerrjen e rakisë, disa nxjerrin me kazan, me dikur nxjerrim në koshtra, nëse s'kishim. Tani dolën ca gjëra më të mekanizuar, më të sofistikuara tani që nxjerrim rakin, e nxjerrim shumë kollaj tani. Më përpara nxjerrim me dru, tani nxjerrim me gaz, se ka edhe leverdisë dhe druri me lek është, po dhe gazi nuk të tymos, nuk të endesat atje, bë dhe një punë dhe ajo vazhdon. Sot është dita e parë? Sot është dita e parë që ngre kazanin tani. Tani bëra ca punë që kisha për të bërë vërdash të pisë, se kam dhe një dy deli, rregullova, tani do filloj të nxjerr sa të nxjerr. Avash. Të gjithë banorët e nxjerrin raki në këtë periudhë këtu? Po, të gjithë banorët, po të shikosh të dalësh në maj të vizitemin e të bregut, a do shikosh se ku janë këta që nxjerrin raki, se është koha më optimale, se është edhe koha e ngrohtë. Kur është koha e ngrohtë, që ka diell, ka ashtu dhe edhe kazani ngrohet më shpejt, ose nuk ka ftohtësirë, ka ngrohtësirë dhe bëhet më shpejt. Tani është procesi më i mirë për këtë punë. Për Kapuranin, ky proces nuk është vetëm punë, por një art më vete që kërkon durim, përkushtim dhe dashuri. Edhe kjo punë e rakisë është diçka si art më vete. Është art më vete, pse? Se që nga mbledhja i rushit, që nga depozitimi brenda në përfuqira. Po e mbledhjen e përfuqira do të trazosh rreth 10 ditë, 2 ditën, 3 ditën të fermentohet. Pasi mbaron valën e fermentimit, ai nxjerr lëngun rushi përsipër, atëherë është gati për të nxjerrë rakin. Atëherë vazhdojmë, nxjerrim rakin, kazanin këtu si që shikon, fuqia me ujë aty, vazhdon procesin, nxjerrim rakin tek bie rakia aty, rakia që bie në fillim si shampanjë, se është rushi i mirë, si rushi i ëmbël, ka edhe rushi vreshtit është më i ëmbël akoma, po edhe ki rushi shtratit si vjet na shikir Zotit në patën prodhime si vjet. Ai shprehet se dëshiron që këtë pasion dhe dije ta lërë trashëgimi edhe tek të rinjt. Sipas tij, brezi i ri duhet të përpiqet të vazhdojë traditën e nxjerrjes së rakisë në mënyrë që kjo pjesë e kulturës shqiptare të mos humbas, por të ruhet si një simbol i lidhjes së fortë me rrënjët dhe zakonet e hershme të vendit. Po të rinjt, sa interesohen për ta mësuar si proces, për ta vazhduar si traditë? Të rinjt, dëgjoj më i vash. Të rinjt tani neve na shikojnë dhe bëjnë, dhe ata kanë, po se sa do bëjnë më vonë, nuk e di, po neve të paktën brezi jonë, mundohemi që t'u lëm dhe të rinjve këtë. Se domosdoshmë ne do ikim në një farkohë, do ikim, se kështu është kjo jetë, do vi puna që këto rush, këto pjergulla, këto shtrate me ardhi që kemi, atyre djemve do të ngelen. Po dhe ata do t'i mbajnë këto, do t'i shfrytëzojnë këto për punë e tyre. Kështu që në qoftë nuk do të lindi nevoja që t'i bëjnë. Çfarë do ju thonit sot të rinjve? Të rinjve do të themi shëndet, mbarësi kudo që të jenë, edhe vullnet për punë. Edhe vullnet për punë. Të kenë parasysh të gjitha këto që bëjmë ne tani, ti vazhdojnë në vazhdim. Nxjerrja e rakisë në Okov mbetet një traditë e gjallë që lidh të shkuarën me të tashmen. Banorët e shohin këtë proces si një trashëgimi që duhet të ruajtur dhe përcjell tek brezat e rinj, në mënyrë që ky art i vjetër shqiptar të vazhdojë të jetojë edhe në të ardhmen.